Mirëmëngjes me shumë dashuri. Përshëndesim nga Zoti. Ora, të lutem se kujdesem për të 8:28 minuta. 8:28. Flasim për dashurinë sot, për ato marrëdhënie që nisin shpejt, po mbyllen edhe shumë shpejt. Edhe ti krijon eksperjenca, edhe ndoshta humbet edhe veten tënde aty dhe nuk e njeh mjaftueshëm dhe nuk mblidhesh, siç i thon popullorçë. Mblidhu tha se domethënë nuk e ke prioritet dashurinë ose krijimin e familjes, sepse ndonjëherë është puna që ta merr kohën, je i pavendosur, ke provuar shumë, ke njohur shumë. Ky është udhkryqi në të cilin ndodhet brezi jon sot, po e flasim më tej me të ftuarën e radhës, Linda Pano, na është bashkuar në një lidhje direkte. Mirëmëngjes, Mirëmëngjes, edhe ditë mbar një herë. Faleminderit edhe për juve. Shumë faleminderit. Është bukur kështu kur e nis ditën duke folur për dashurinë, por jo dhe aq kur temën për problemet dhe për mungesën e dashurisë të brezit sotshëm. Pse ne sot po lidhemi dhe po ndahemi si me thënë një klik në këtë laptopin që kemi këtu përpara? Unë mendoj që ka shumë të bëjë me mungesën e marrjes së përgjegjësisë, sepse jemi brezi fast foodeve. Nëse më përpara diçka nuk shkonte, njerëzit përpiqeshin ta rregullonin sepse shikonin martesën si një gjë që ishte për gjithë jetën, ndërsa tani dhe divorci kishte stigmë në fakt. Çiftet e divorcuara, sidomos gratë e divorcuara kishin goxha stigmë në atë të tyre. Ndërsa tani nuk është më ashtu. Divorci nuk ka më stigmën që ka pasur më përpara. Dhe njerëzit janë më të lirë të mendojnë që në fund fare nëse një gjë nuk funksionon nuk kanë pse lodh veten për ta bërë që të funksionojë, për të punuar, sepse një martesë kërkon punë. Sa do shumë të duhet çifti, sa do të dashuruar të jenë me njëri tjetrin, prap ka vështirësitë e veta. Martesa nuk është një rrugë asfalt që nuk ka gropa. Ka gropa, ka male, ka kodra që duhet i punosh, i ka përcesh. Nëse nuk je gati të punosh ta marrësh si përgjegjësi për të punuar, atëherë rruga më e lehtë është divorci. Patjetër ka arsye të ndryshme, një nga arsyet është mungesa e komunikimit. Çiftet janë kanë më të vështirë të komunikojnë me njëri tjetrin tani. Kanë përshtypje rrjetet sociale kanë ndikuar shumë që të mos ketë më komunikim të drejt për drejt siç ka qenë më përpara. Njerëzit janë më të zënë me rrjetet sociale sesa të ndajnë ndoshta në mënyrë virtuale, me miq virtual, gjëra që i shqetësojnë. E shprehin dashurinë me emoji. Me partnerin e tyre. Urdhro? E shprehin dashurinë me emoji, them. Ka që thjesht është bërë. Po. Fast foodin pra. Mjafton një konsumi i shpejt. Nuk ka më letra të shkruara dashurie. Ka nikur ato kohë. Po ndërkohë ekziston edhe ky varianti tjetër. Pra ka të rinj që thonë që janë gati të dashurohen, të krijojnë familje, të krijojnë marrëdhënie, por përdorin këtë justifikimin, do e quaja unë, frikën për mënyrën se si po ecën bota. Pra kam dëgjuar shpesh, po prit se si të krijoj unë familje tani. Asgjë nuk është e sigurt, puna nuk është e sigurt, mund të plas lufta, pra ka lloj-lloj justifikimesh. A janë këto reale apo janë në vazhdën e kësaj frikës të marrjes së përgjegjësisë? Mix mendoj. Frika nuk është jo reale. Ka një lloj të drejtë sepse ka shumë presion. Nuk ka politika të drejta që të ndihmojnë krijimin e familjes apo çifteve të reja dhe të ndihmojnë ti mbështesin. Për shembull, një çift i ri që do të martohet, nëse nuk ka një mbështetje nga familja, do ta ketë shumë të vështirë të blejë një shtëpi. Do i duhet të paguajë qiran. Dhe qirat janë rritur shumë, sidomos në Tiranë, qirat janë rritur shumë. Edhe normalisht me rroga e një pune normale do të jetë shumë e vështirë për t'ia dalë ekonomikisht. Kështu që nëse do të kemi politika më të drejta në mbështetje të familjes, në mbështetje të çifteve të reja, patjetër që nuk është e pamundur. Edhe mendoj që arsyeja ekonomike është një nga arsyet e divorceve. Edhe çiftet që martohen ndeshen me vështirësitë ekonomike dhe kjo i çon drejt divorcit. Edhe më përpara ka pasur vështirësi ekonomike, po njerëzit kanë qenë gati që të punonin për t'i kapërcyer këto vështirësi ekonomike. Ndërsa tani, duke ditur që edhe gratë janë më të lira dhe të kërkojnë karrierën, të kërkojnë pavarësinë e tyre,
janë më të pavarura, është shumë më kollaj për to që të thonë në fund fare kjo nuk funksionoi, ne po vazhdojmë, unë po vazhdoj përpara. Por unë besoj vërtet që familja, përtej këtyre lajmeve që nuk janë shumë pozitive nga që po ndajmë, besoj vërtet që familja është vendi më i sigurt për krijimin për rritjen e mirë rritjen e fëmijëve. Sepse është edhe varianti i bashkëjetesës edhe është teoria që edhe bashkëjetesa është okay fundja fare, pse të futem unë në anë ligjore, është thjesht një kontrakt, pse duhet të jem unë. Në fakt, sipas statistikave, martesa, familja është vendi më i sigurt për mirë rritjen e fëmijëve. Linda, për te politikave, dua të pyes pak, mos ndoshta jemi pak edhe brez më i përkëdhelur nga prindrit, pra gjithmonë e kemi patur atë mbështetjen e tyre, edhe atë ngrohtësinë e tyre me idenë që këtu do t'i gjesh të gjitha edhe nuk ke nevojë për askënd tjetër, edhe nëse zhgënjehesh, dhe kjo të bën të mos marrësh iniciativë dhe të duket gjithmonë herët për veten tënde që të dashurohesh, të besosh te dikush, të ndërtosh familje e të tjerë. Mos ndoshta e kanë pak fajin edhe prindrit? Shiko, prindrit kanë vuajtur. Brezi prindërve tuaj është brezi vuajtur, është brezi midis tranzicionit edhe fundit të kohës komunizmit dhe tranzicionit. Edhe kanë qenë vitet më të vështira, domethënë, për t'ia dalë. Edhe për shkak se prindit kanë vuajtur vetë, nuk duan që fëmijët e tyre të vuajnë. Edhe në këtë mënyrë i kanë plotësuar të gjitha kushtet dhe nuk i kanë lejuar fëmijët të rriten dhe të mbajnë përgjegjësi, edhe patjetër që është edhe përgjegjësia jonë. Unë këtu fus edhe veten time, domethënë. Po diskutoja me bashkëshortin tim dhe po i thosha që do doja ca gjëra që kisha bërë ndryshe, ndërsa kemi rritur fëmijët tanë, sepse jemi përpjekur të plotësojmë çdo gjë. Kemi qenë prindër helikopter. Në çdo moment vështirësie kemi qenë aty për t'i ngritur fëmijët që të mos ndihen në sfidë ose të pa mbështetur ose të pa mbuluar. Po nganjëherë është e rëndësishme që t'i lejosh fëmijët që të krijojnë atë pavarësinë e tyre, të përballen vetë me disa sfida. Të forcojnë. Ka qenë për kujdes i tepërt, po. Edhe të ndihmojnë që të mbash përgjegjësinë dhe të jesh më i aftë për jetën. Unë lutem që këto gabime që kemi bërë ne mos i bëni ju. Megjithse dyshoj që nuk do t'i bëni, sepse duke qenë të përkthjelur vetë, do t'i përkthjelni akoma më shumë fëmijët tuaj. Puna është ky brezi jon të arrit ta krijojë një familje, pa pastaj le t'i bëjë edhe ato gabime. Jam dakord edhe do doja shumë, kur unë flas për politika, nuk është një gjë abstrakte. Unë mendoj që nëse do të ketë dëshirë të mirë vërtet për t'i mbështetur çiftet e reja, për të rritur, sepse numri popullsisë ka rënë në mënyrë alarmante. Po, shifrat flasin. Zonja Linda, duke qenë se ju shembullin e keni në familje, sa e vështirë ka qenë për fëmijët tuaj që të gjejnë partnerin e dur edhe të celebrohen? Vajza juaj ka dhe një fëmijë apo jo? Ka dy fëmijë me jetë, dhe djali po ashtu është i martuar. Po. Ata në fakt janë njohur me partnerët e tyre, me bashkëshortët e tyre në moshën 19 vjeçare është njohur goca ime. Të vegjël. Edhe janë të vegjël, kanë qenë të vegjël, domethënë, edhe nuk ka qenë e vështirë, sepse kur je kaq i ri, edhe vendos për një lidhje serioze, është më lehtë. Janë rritur bashkë. Sa më shumë kalon koha, po, dhe sa më shumë kalon koha, aq më e vështirë bëhet. Sepse ti mësohesh të jesh vetëm, edhe asnjë nuk të duket i mirë mjaft pastaj. Kështu që ne të dy, unë me bashkëshortin tim jemi njohur dhe jemi martuar shumë të rinj gjithashtu. Djali pak më i madh se sa vajza dhe se sa ne, po prap i ri, për moshën edhe për brezin tuaj tani. Ka qenë zgjedhje e tyre apo ndoshta një shtys edhe nga ju si prindër? Jo, ka qenë zgjedhja e tyre. Domethënë, nëse ka qenë një gjë që ne nuk kemi dashur asnjëherë të imponohemi, kanë qenë dy gjëra në fakt. E para besimi, nuk kemi dashur asnjëherë të imponojmë fëmijëve besimin ton, dhe e dyta zgjedhjet që do të bëjnë në jetë, sepse ne besojmë vërtet që zgjedhja e bashkëshortit ose partnerit që do të kesh në jetë është zgjedhja më e rëndësishme që një njeri mund të marrë, vendimi më i rëndësishëm që një njeri mund të marrë ndonjëherë në jetë. Sepse ose jeta jote do të shkojë në drejtimin e dur dhe ti do të jesh i plotësuar, do të kesh ëndrat e plotësuara, ose jeta jote do të jetë mizerabël, edhe do të detyrohesh pastaj me shumë dhimbje të kesh atë që ne folëm më përpara, divorcin, ndarjet, që asnjëherë nuk vjen pa një çmim dhe pa një kosto
goxha të lartë. Linda, Se ne flasim për divorcet sikur të jetë një zgjidhje e lehtë, edhe një zgjidhje që është më e mira për shkak të rrethanave, po ka divorci lë plag. Është shumë lëndime, sidomos nëse janë të përfshirë edhe fëmijët. Ajo e bën akoma më të vështirë pastaj, sepse fëmijët gjenden midis dy botëve, midis mamit dhe babit që i duan të dy t'i kenë bashkë, por në fakt duhet të reflektojmë si shoqëri në këtë rast. Sepse jemi bërë shumë, duhet të reflektojmë si shoqëri, jemi bërë shumë egoiste dhe mendojmë vetëm për shumë individualist. Po, vetëm për arritjet tona personale, për mirëqenien tonë personale, duke harruar se çfarë lëm pas dhe se sa i lëndojmë të tjerët. Kështu që është punë me mend edhe pjesa e martesës. Dhe prandaj jemi të lumtur. Kjo është arsyeja pse nuk jemi të lumtur. Sepse kur njeriu e ka në qendër të botës së vet vetëm veten, e ka të vështirë të jetë i lumtur. Njeriu është bërë që të japi. Linda, është bërë që të investojë tek të tjerët. Po, një pyetje, dikur paktën familja tradicionale shërbente si pikë referimi. Prindrit tanë shërbenin si model i një çifti që kishte tashmë një familje, po ashtu edhe gjyshit tanë, unë flas edhe nga përvoja personale sepse kam pasur fatin që të rritem edhe nga gjyshër. Dhe do gjithsesi familja tradicionale ishte ende me rrënjë të forta. Sot e shprehur edhe shpjeguar kështu edhe në mënyrë sociologjike. Ky roli i familjes tradicionale i cili është dobësuar, mos ka ndikuar veçanërisht edhe në krijimin e marrëdhënieve të qëndrueshme tek brezëri, sepse në fakt nuk kanë më ku të mbështeten, nuk kanë më një sistem referimi siç kanë qenë dikur këto modelet e prindërve dhe të gjyshërve. Shikon, ne në Shqipëri jemi akoma të bekuar, sepse akoma kemi familjen tradicionale në thelb të shoqërisë. Edhe akoma familja tradicionale në Shqipëri është e fortë. Duke krahasuar me Europën dhe me Amerikën, absolutisht ne qëndrojmë shumë më lart në këtë drejtim. Por është e vërtet që familja tradicionale ka pësuar ndryshime, nuk është më e vogël, është ajo bërthama më shumë e lidhur në familje se sa familja e zgjeruar. Unë kujtoj kur kam qenë e vogël, e kisha me aq shumë dëshirë kur mblidheshim të tërë bashkë me gjyshen, xhaxhallarët, sidomos për festat në vitit të ri. Edhe jam e sigurt që kjo krijon një lloj stabiliteti dhe një lloj qëndrueshmërie në mirëritjen e fëmijëve. Tani është e vërtetë që familja tradicionale është goditur nga divorci, është goditur nga individualizmi, nga kushtet ekonomike, edhe nga emigracioni gjithashtu. Dhe kjo krijon një lloj paqëndrueshmërie për brezin e ri. Nuk është më ai themeli dhe ajo shtylla ku brezi i ri mund të shikonte shembullit që mund të mbahej, edhe mund të kishte një lloj themeli për vazhdimsinë ose për modeli për krijimin e jetës së vet. Kështu që patjetër që ka ndikuar, por nuk është shkaku kryesor ose meraku kryesor për të mos pasur familje të qëndrueshme apo martesë të qëndrueshme. Familja gjithashtu ka ndikuar, mendoj, edhe te pritshmërisë që ne krijojmë për lidhjet. Pra si në aspektin negativ, ashtu edhe në atë pozitiv. Ke familje që nuk kanë pasur histori të mira, histori tepër të trishta dhe automatikisht brezi i ri thotë, "Ok, unë nuk po i hyj kësaj marrëdhënie sepse nuk dua të kem të njëjtin fat, nuk dua të vuaj në atë mënyrë." Ke dhe anën tjetër të medaljes që ka patur histori shumë të bukura dhe automatikisht pritshmëritë e tua nga partneri janë të tilla. Pra ti nuk pranon dikë që nuk ka bërë aq sa çka bër babai kundrejt mamas tënde apo e anasjellta. Sa ndikojnë këto në marrëdhëniet që ne krijojmë? Ndoshta kjo është arsyeja pse fëmijët e mi janë martuar shpejt, mendoj unë. Sepse kanë parë që funksionon edhe patjetër që familja është ose shembulli që kanë pasur në familje ka qenë i dashur për ta. Ndërsa fëmijët që janë rritur në familje që ka pasur tradhti, për shembull, nëse babai ka tradhtuar nënën, për vajzën është shumë e vështirë që të dojë të martohet, sepse nuk do që të kaloj lëndimin që ka kaluar nëna e vet. Në familje që ka pasur dhunë, babai ka qenë i dhunshëm ndaj nënës, prapë është e vështirë për vajzën, sepse vajzat zakonisht kur zgjedhin partnerin e tyre, e zgjedhin në imazhin e babait, është në subkonsciencën e tyre. Po, është vërtet. Edhe ndoshta domethënë, ndërsa çunat zgjedhin shumë në imazhin e nënës ose të gjyshës së tyre. Dhe është shumë e vështirë sipas statistikave, gjithmonë sipas statistikave, nuk është absolut si rast,
fëmijët që janë rritur në familje të divorcuara kanë tendencën të kalojnë vetë nëpërmjet divorcit, ndërkohë që kanë krijuar familjen e tyre. Është një statistikë dhe një numër i lartë, domethënë, që të ndodhi kështu. Por patjetër që vajzat që kanë vuajtur apo djemt që kanë vuajtur për shkak të dhunës në familje, për shkak të divorcit, për shkak të marrëdhënieve konfliktuale, nëse vendosin në zemrën e tyre, është e mundur që t'ja dalin dhe është e mundur të krijojnë familje të shëndetshme. Shërimi është i mundur, sepse duket sikur ka plagë të thella që vijnë nga fëminia, që janë të pashëruara dhe nëse një çift hyn në martesë me këto plagë, nëse të dy anët vijnë nga martesa që janë me probleme, do ju duhet shumë punë për t'ja dalë, por nuk është e pamundur, mund t'ja dalin. Nuk duhet humbasjen besimin. Zonja Linda, cilat janë ato vlera tradicionale që ju e shihni sot që po humbasin pak nga pak? Shiko, respekti mua më duket sikur po është diplitur, është zvogluar, edhe kujdesi për nënat edhe për gjyshrit, për baballarët është më i vogël. Më dhen zemra kur dal në rrugë. Nuk dal shpesh në këmbë, po kur dal në rrugë, edhe ka pasur shumë raste që kam parë gjyshe që kanë shkuar për të marrë pensionin dhe janë rrëzuar në rrugë. Janë përpjekur që ti ndihmoj dhe më kanë treguar që jetojnë vetëm, nuk kanë fëmijët i kanë jashtë dhe nuk kanë një njerëz që të kujdeset për ta. Në Shqipëri, kjo ka qenë një nga gjërat që ka qenë thelbësore dhe ne gjithmonë jemi kujdesur për më të moshuarit dhe mundësisht kanë jetuar në një familje bashkë me fëmijët e tyre. Tani koha ka ndryshuar. Ndoshta është e vështirë për të jetuar në një shtëpi, por në një gjë ngjitur është e mundur. Kujdesi i përditshëm është i mundur, sepse koha kalon shpejt. Do të vi shpejt momenti kur vetë fëmijët që i kanë braktisur prindrit e tyre do të gjenden në vendin e prindërve të tyre dhe fëmijët e tyre do të jenë akoma më të ftohtë se sa ishin ata me prindrit e tyre. Do të jenë edhe më të braktisur. Po pse mendoni se ka një mungesë të theksuar empatie në këtë rast? Jeta është bërë e vështirë. Edhe ekonomikisht është shumë e vështirë në Shqipëri për t'ja dalë. Për shumë çifte dhe për shumë familje dhe ju është dashur të emigrojnë jashtë Shqipërisë. Edhe normalisht të merr rutina. Patjetër ka shembuj plot që kujdesen për prindrit edhe janë të vëmendshëm ndaj nevojave të prindërve, po shumicën e çifteve i merr rutina, i merr ajo nevoja për të kujdesur për fëmijët e tyre dhe për të ndërtuar familjen e tyre. Por gjithmonë unë ngul këmbë që duhet të jemi të kujdesshëm për të kujdesur për prindrit, për nënën dhe për babin, sepse fëmijët përpara se të mësojnë nga gjërat që ne ju themi, do të mësojnë nga shembulli ynë. Edhe nëse ne jemi të ftohtë dhe të pandjeshëm dhe nuk kemi empati, atëherë fëmijët, kjo mungesa e empatisë do të shumëfishohet tek fëmijët. Linda, përveç empatisë, vlerësimit që duhet të kenë për njëri tjetrin, respektit, komunikimit e të gjitha që ne përmendëm, sa e rëndësishme është kompromisi për një marrëdhënie të qëndrueshme, se në shoqërinë e sotme individualiste duket se kompromisi është gjëja e fundit që zgjedhin të bëjnë. Kur ne themi marrëdhënie, është marr dhe jap. Domethënë që duhet jetë e dyanshme. Edhe nëse nuk kompromisi është absolutisht i rëndësishëm dhe nëse nuk jemi në gjendje të bëjmë kompromis, marrëdhënia në martesë do të jetë shumë e vështirë. Sepse normalisht jemi dy personalitete të ndryshme, kemi nevoja të ndryshme, ka grindje dhe hatërngelje dhe kemi nevojë që të bëjmë kompromis ose të bijem dakord, të mos bijem dakord. Jo gjithmonë, duhet bijem dakord që jo gjithmonë do të bijem dakord. Edhe duhet të tolerojmë njëri tjetrin, duhet jemi të butë me njëri tjetrin dhe duhet jemi të hapur për të pranuar dhe mendimin ndryshe. Sepse për ndryshe nëse është ajo nevoja për kontroll dhe për dominancë absolute, sidomos nga ana e çunave, nga ana e burrave, atëre me personalitetin që gruaja ka sot, do të jetë shumë e vështirë për t'ja dalë.
Kështu që unë mendoj që kompromisi është absolutisht thelbësor në për një marrëdhënie të shëndetshme dhe të Duhet ketë një suksesshme. kompromis. Linda, një këshill të fundit për të rinjt që e duan dashurinë, po ndoshta kanë humbur shpresën ose besimin që mund të gjejnë një person të duhur edhe një marrëdhënie të qëndrueshme? Unë besoj që për çdo njeri shpirti i binjak është aty, domethënë. Nuk ka nevojë që të kesh frikë për të provuar dhe për të eksploruar. Është e rëndësishme dhe marrëdhënia me dikë që ti do ose jeta me dikë që ti do është më e bukur se sa jeta vetëm. Ndërsa jeta me njeriu e gabuar absolutisht është shumë e vështirë dhe është më mirë të jesh vetëm se sa me njeriu e gabuar. Me njeriu e dur, jeta mund të bëhet një udhtim i dashurie dhe lumturie që nuk mbaron deri në fund. Ishte shumë e bukur për ta mbyllur edhe këtë pjesë të rubrikës tonë ku flasim për temën e ditës. Shumë faleminderit Linda Ishte për të kënaqësi. gjitha Edhe mendimet e tua. do t'i bashkohemi edhe në këtij trenit të dashurisë në këtë Ah, udhëtimin e bukur që ju shpresojmë përmendët. Shpresoj shumë dhe shpresoj të keni sukses edhe shumë dashuri dhe shumë lumturi. Shumë Faleminderit. faleminderit. Ditë mbar. Ditë mbar. Ditë të mira. Okej, më mirë vetëm apo në një lidhje me çupka apo ju keni ardhur nga Bëj një Greqia? çik Gjithë optimist bëhet më apo bukur. akoma ju? Si, si? rregull Jo, jemi. po s'ka dashuri apo? Domethënë, ja, Se foli. tham, nuk morët e një tham fije këtë. shpresë. Nuk e tham që s'ka dashuri. Ndoshta s'kemi E bërë ne them se se kërkim tham. me mjaftueshëm, po. Kemi një jetë të gjithën përpara për ta kuptuar, për ta provuar prap. Gërvisht e fitojshta ajo. Do Po, fiton provo, me po, jo, ishte provo përsëri. Me këto Provo mod, përsëri. kështu të ikën jeta. Mirë, tani që të marrim Kalojmë në veten, muzikë, po ta marrim kalojmë. veten nga Ne duhet gjithë një këto këngë, një mendime, këngë e një fuqishme. këngë dhe kthehemi pas pak. Mirëmëngjes Zide. Llafosemi pas pak.